Bravo. General, ti sigurisht ke nejtë me Hashimin Hog, presidentin, me Regjin, me gjitha tjetë, dhe më thonë, po e ki një moment një rast kër e ka zënë që doktorit, dhe më thonë, s'ka orë i ka dhimë të dhomi të Salit, Sali Mustafës edhe nuk ka orë dhe të na mëndej Hashim thot që jo është nërvëzu shumë edhe, që kini poshtë kushtet fakt atje? Mos të harrojmë, Hashim thot që nuk është president Pahiri, as kryeministës së Pahiri, as Pahiri, kryeministër, as drejtari i drejtërisë politike, nuk e kanë burgos as Pahiri. Hashim thot që jo luftar, Hashim thot që ka ditë me udhëheq luftë, Hashim thot që ka shpirt luftaraku dhe normal që ku të nevoja të regon sa herë don për kundër njerëzve që mendojnë a vjen tash për të. Çish ke si ta ota se shkon moment shumë interesant. Hashim thot që është personi që dënuar 20 vjet për serbëve. Që ty më thonë s'ki qef atë për bunë televizion. Po, unë e kom qef. Po, jo më dhuj shlirë, zë. Po, ta zhëmës me thonë shlirë s'po të vesu, ne, apë se shpirti kënjoqit që ashtu. Po e di, ti si ke vetë ata në uke po. Jo, bra, si kom pra. E kushtet që keni posni me? Shqyqa. Ju kanë trajtu po gjë keq. Shqyqa, termi i burgosun, vetëm i burgosun nëse në shpit tonë dhe të lëshojnë është burg. Unë edhe këtë pjesin që në kanë lëshu, burg logaritët. Vetëm që në kanë bo modifikim. Burg është për të kufizohet liria. Dhe shqiptarve, edhe kujdo t'i kufizohet liria o burg. E vërtet. Pastaj pjesa tjetër është si ta menagjojsh vetë dhe si i ki rëthon atë pjesa të reagosh. Ai burg, si kusht, Shqipi ka qenë i keq në kuptimin që nuk o hongër. Për ne, u konë i pangshëm, por nuk u konë problemi bukës të da. U konë problemi presionit psiqik dhe ndjenjes se i e marë pa të drejt dhe i burgosin politik në shekull 21. Po do është aron. Unë mendoj që maron është për Evropë dhe për drejtësinë e ardhshme ku njëherë ka më kthy Evropa me gjyku dhe kanë këto më kry. Unë mendoj se kjo është fymja më e madhe që u ka bëu Evropë dhe vetë drejtësisë e Evropës. Bravo, e vërtet është. Se ka ndodhur shumë thashë thonë me këtë në Kosovë, domethënë që Kinsere Recep Selimi sporri bashkë atje me Hashim, na kanë nejt bashkë krejt. A kanë ful. Thashë themet i bojnë është i thonje e vjetër, po s'du me fy femna tona, se ato e nona tona, dhe unë nëse thëmë gratë janë nona tona dhe në pjesa ma sublime dhe ma vitale e kombit, po me thashë theme merë njërës që s'kanë vlerat veta, dhe dojnë më marë me vlerat e të tjerve, duke më ndu që po hinë në jetën e tyne. Recep Selimi, po thëmë, i herë për dëshirën aty, se më kom që më konë ma shumë, që fatkesisht nuk janë, se këj popull halasë o pjekë, që me ditë lirin dhe vlerat e tyre, se po të ishte i pjeku, na ishim shliru që i qenë vjetë si popull tjerë. Dhe do të me pranu këtë farë. Po në në që këj popull ta shumë ma i pjeku, dhe për të mirën që kanë qenë me një, po ka të zëjtë se ata janë shokë, ma shokë që në konë luftë. Regja me Hashimin. Regja me Hashimin, me Jakupin, me Kadrin, me gjithë neve. Por, këta që s'kanë qenë mi po bashkë, po ju të regoj se bashkë për i nati ty një janë bashkë. E si ka zëvë momenti se për publikën është interesant me përsëri, se e ke thonë për media tjerë, nëse s'ka pojtë e gazetori njërë, Miku Emi edhe i emisionit Arsem Blauni që me të salin që atë muhabetin me presidentin. Po. Ban mirë me kalëzohë dhe nërë, general. S'ka lidhe sa në të mira me përsërit. Me gjithë si në intervjist mund është dhe me përsërit, kongëtarët e ditë ma mirë. Kur të është interesant edhe në interes publik të ju. Cali ishte shumë smut, ishte veken në fakt. Ishte shumë smut edhe dhim të adhomi dihet sa është. Aqë fort ka pas dhim, sa beso u do ke mu shtërngu dhe me ra me shtërngu vetën. Therëm 2-3 mjeku, një manun një ditë, hëtë për vjen 2 ditë, në 3 ditë, pare e ka njësë presidenti, tjertë na i kemi shku mrapa, Kadria, Regja, por ku ka ardhë mjeku më vonë, i tha, ti për mu si e mjek. Erdhen me vaksinu dhe në zunë protest, tha ju për mu si e një mjek, sa hish si e një mjek hish, sepse keni liu djallin shtu që ata u shqetsu buku shumë. Edhe unë mendoj që ju ka të regu venin, ta mon që dhëtë mëndu, se na pëse në burgosën, nuk do të të qenë në nështrunë. E pse tjerë përveç të jetë, dhe më thonë në hauk, ti ke qenë ma i guzen, shme thujnë që veç Nasim Haradinaj ka full, tjerë s'po guzojnë me full, tjerë kanë zjedhë më mbrojt liri, pse? Pse që kjo pëndodhë? Unë jam, njështë të kanë kështë kuptu. Unë një fra mënyra pa ta morat detyrën ati Borizonit, po forcen ata ma kanë dhonë, shtu që me aprovimin e ty në janë. Bravo. E ata pse s'kanë full, general? Unë mendoj ku ta qitesh një zadhen që nuk ka nevoj ata me full. Ku folon edhe, ku folon kanë full ata. Nëse dikuj dënë me rrotullu këtë punë, janë të mashtrunë.
Edhe detyrën e ka pas Zallan si organizatë veteranëve. E vërtet. Kështu që ku ta jep detyrën në mandatin me kryer, më që i kom përfaqësu ata, unë ju kërkoj falin nëse s'kom mujt sa kanë pas shef ata. E vërtet. Po general, ke thonë që në për intervista që domethënë ka pas shqiptarë që kanë deklaruar kundra teje. Domethënë dëshmia e parë. Fakt shqiptar ku na me. Po një gazetar po. Mu konkretisht po, një gazetar i mashtruar. Se Po deklarata që ma vë dole edhe baboi i tij që po, jo, këtu të më shiro. Ka qenë një gazetar i mashtruar prej pronarit vet, prej varësit vet, prej drejtorit vet, prej zëqëria Shabonit, që po ka qenë Halil Krasniqi, i kesh përdorur, po ma vonë e ndryshoi deklaratën e përgëzoi për ndryshimin. Mirë po ka qenë ai që pa vonë pastaj dulun edhe deklarata Shaboni ka qenë ai i cili ka komunikuar drejt për drejt me Hagen Adit ku i kanë marrë komunikata. Po çka ka qenë zëqëria Shaboni? Fati i shqiptarëve shumë u kanë ndihmuar fati, ma shumë se sa kanë bërë punën, fatkeqësisht. Or që ata që përgjigjen mi kallëzu më si qitë që në dokumentat e mi. Se ata kanë thirrë, e janë të vërteta. Se ata i kanë marrë për me kompromitu mu. E kush ka qenë zëqëria Shaboni? Unë zëqëria Shabonit nuk o djallë jam me ditë kush ka qenë, po edhin ti si o kolegë është një me mjekër djallë gazetar që më ka marrë debate. Po që më vonë babaj ti nëse s'ka bëj ka dollë. Po,